Fatkeqësisht, ne nuk kemi një antidot për fostoksinën. Jo ne, por gjithë bota nuk ka një antidot i cili të jetë i licencuar ose si për medikamentet tjera, si për opiatet që ne kemi dhe gjithë FDA-ja kanë nxjerrë një medikament kundër, që është kundër helmi, për fostoksinën nuk ka. Në momenti që ne marrim tabletën dhe e konsumojmë direkt, më pas kjo është vdekje prurse. Pra ne mund të ndodhi vdekja fatale me një herë, në varësi të sasisë që kemi marrë, se ka njerëz që marrin 1, 2, 3 tableta, mund të ndodhi pas disa orësh në varësi dhe të gjendjes, të fizikut që ne kemi. Pra, një pacient i cili është i ri, ka një hemodinamik më të mirë. Pra, godet, fostoksina ku godet? Godet sistemi kardiovaskular. Ne jemi koshient, por sistemi kardiovaskular në çdon. Dhe organet e tjera pushojnë? Patjetër, sepse bën një vdekje qelizore, bën një acidozë metabolike, bën një vuajtje indore. Duke qenë se ne kemi një vuajtje indore, do të kemi gjithë pasojat e vuajtjes indore. Pra, por jemi koshient. Këtë duhet ta themi që pavarësisht se organizmi jon po çdon, pavarësisht se ne jemi në një shok kardiogjen, ne jemi koshient.